Çfarë vlere ka namazi I natës? Namazi I natës është ai I cili nuk zaventsohet me ndonjë ibadet tjetër. Allahu ka bërë mirësi mbi robin. Gjatë natës është një kohë kur duaja pranohet. Është mirë që muslimani ta kërkojë atë dhe ta fitojë mirësinë në këtë botë dhe në ahiret. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam se namazi më I dashur te Allah mas farzeve, mas 5 farze, është namazi I natës. Atë dën Zoti shumë. I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam thot: Zoti ynë I bekuar dhe madhështor zbret çdo natë në pjesën e tretë të saj, në qiellin e botës dhe thot: A ka ndo kush që më thërret, që ti përgjigjem? A ka ndo kush që kërkon diçka nga unë, që t'ja plotësoj kërkesën? A ka ndo kush që kërkon falje nga unë, që ta fal?